Dhe si një piknisje e një marrëdhënie të ftohtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me partinë fituese të këtyre zgjedhjeve, Partinë Socialiste, pra që me ne nuk do ta kesh aq të lehtë, aq të thjeshtë këtë marrëdhënie? Kjo është e qartë. Gati të gjithë Edi Rama në të gjitha fitoret e tij të mëparshme ka arritur të bëjë një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka takuar nivelet më të larta dhe presidentin, dhe kur ishte Trumpi herën e kaluar, dhe në këtë periudhë që ka qenë Bideni, e vëmë re që gjatë fushatës që u shmangën krejtësisht, domethënë sidomos kryeministri, që është dhe kryeministri antar i një vendi në NATO etj. Është takuar presidenti Trump në paktën 3 herë në mënyrë të përzemërt me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe nuk mund të thuhet bia jo alibia ka kos tako, dhe ka refuzuar të takojë domethënë një kryeministër të Shqipërisë.